Sa para janë larë nga abuzimet në prokurimin e mazutit për tec negotin, që i ka shkaktuar buxhetit mbi 167 milion euro dëm, sa nga kulat që i ka ndarë 13 të dyshuarit, të cilët tani po jetohen nga prokuria. A do të vërtetohet se si dhe ku janë bërë marrëveshjet sekrete për ndarjen e tortës? A do të zbulohet gjurma e parave nga abuzimet dhe ku janë parat? Të gjitha këtyre pyetjeve duhet u përgjigjet hetimi i madh i prokurisë për tenderët milionësh për mazutin për termocentralin Negotin. Përfshihen ish drejtori i MV-s Vasko Kovacevski, i cili është në Arati, pronarët e RKM, të themeluar nga Ratko Kapushevski dhe pronari i Pucko-Petrol Asmir Jaoski, djali i deputetit të BDI-s Ismail Jaoski. Ratko Kapushevski, Adrian Muça dhe Erxhan Sulkovski janë në paraburgim, ndërsa Jaoski aktualisht është në arrest shtëpiak, i cili është ankimuar nga prokuria. Çështja u hap me iniciativë të ish komisionit kundër korrupsionit në fund të vitit 2023. Hetimi nga antarët e antikorrupsionit zbuloi shumë dyshime për abuzime. Utvrđeni se sostojevi koji ukazuju na sumnje za trgovje poput insajderske informacije na energetski otpad. Isto tako, utvrđeni se sumnje za današnje zatajivanje i erozija na tako narečen solidaran danak na dobivka i utvrđeni se sumnje koji ukazuju na monopolsko i neprijateljsko združivanje na pazarot na mazut vo državata. Por sipas informacioneve të televizionit 21, tek Erxhan Sulkovski është gjetur një shumë e konsiderueshme parash, jo zyrtarisht 3 milion euro në valigje. Është konfiskuar dhe vetura e tij luksoze. Ndërkaq në shtëpinë dhe zyrat e Pucko-Petrol dhe familjes Jaoski janë gjetur armë, para dhe pajisje. Prokuria zbuloi pjesë të detajeve nga hetimi për RKM, për Kapushevskin dhe Jaoskin, për t'i fshehur parat nga bizneset e dyshimta me mazutin për tec Negotin në periudhën dhjetor 2021 deri në prill 2023, të dyshuarit i kanë lëshuar në qarkullim, i kanë ndryshuar dhe ja kanë transferuar dikujt tjetër me qëllim që të maskohet origjina. Kanë bërë transferime dhe kanë nxjerrë kesh, i kanë bërë huamarrje vetes prej një presje 2 milion eurove. Me një pjesë të mjeteve kanë blerë 2 automjete Mercedes-Benz, një pjesë e kanë transferuar në xhirollogarit e tyre në banka të ndryshme dhe më pas i kanë tërhequr në kesh. Në 2 raste gjoja për punë të kryera janë transferuar mjete në shumën prej 72 milion denarëve. I dyshuari në dijeni të origjinës së tyre, mjetet e marra në këtë mënyrë ja ka transferuar personit të tij juridik në bazë të huamarrjes për të fshehur vendndodhjen e tyre. Por çfarë abuzimesh duhet të tregojë hetimi? Mënyra e ruajtjes, mënyra e dorëzimit dhe prova për abuzime në prokurimin e mazutit. Parregullsi në prokurim, si u formua kostoja e lartë e transportit të mazutit, dërgesat në mesnat në tec Negotin, më së shpeshti në ditët kur çmimi i mazutit arritet nga komisioni rregullator, ndërsa derivati dorëzohej pas mesnate me çmim të lartë. Si është marrë garanca bankare për RKM-n për thirrjen publike? Cilësia e mazutit të importuar, a është kancerogjen dhe i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve? A dërgonin cisternat vetëm mazut apo shtohej edhe ujë? Sa u dorëzua, sa u pagua dhe me çfarë çmimesh? Dhe më e rëndësishmja, ku përfunduan mbi 167 milion euro dhe kush do t'i kthej parat?